Paramendojeni në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një njeri qëndronte në këmbë në diell. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa atë. Çka bën filani? Than, ja Rasulullah, ky është zotuar që do të agjeron. Mirë po, do të agjeron duke mos u ul dhe duke mos hyrë ndër hije. Subhanallah. A ka agjerimi bazë në Islam? Ka bazë. Agjerimi në Ramazan është farz, jashtë Ramazanit ka raste të caktuara dhe ka hapësirë që të agjerohet në shumë kohra. Mirë po, ky është zotua, do të agjeron. Çfarë agjerimi? Nuk do të han, nuk do të pin, nuk do të ketë kontakt intim, krejt në rregull. Nuk do të ulet. Nuk do të ulet. Dhe nuk do të hynë ndër hije, do të qëndron në diell, sa ma rand, sa ma vështirë, ma shumë shpërblim. A është kështu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja pranoi një pjesë, nuk ja pranoi një pjesë. Tha, thoni, le ta vazhdon agjerimin. Agjerimin vazhdoje, mirë po, le të ulet dhe le të hynë ndër hije. Ja, nuk ka, unë du me agjerua. Si don ti? Ja. Nuk mundet njeriu ta ban asnjë ibadet si don ai.